Lëkurat e portokallit, si t'i përdorni për pastrimin e mushkrive dhe imuniteti. Herën tjetër kur hani një portokall, mos e hidhni lëvoren, por e mbani. Në fakt, ajo është e ngrënshme. Lëvoret mund të shtohen në shurupe të shijshme dhe gati për përdorim. Megjithëse të ashpra mund të hidhen edhe të papërpunuara, por ekspertët tregojnë se lëkurat e portokallit ofrojnë një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Janë të pasura me shumë vitaminë C, fibra dhe një larmi të elementëve ushqyes dhe antioksidantëve që përfiton trupi juaj. Në fakt, disa studime kanë treguar se vitamina C dhe ushqyesit e tjerë në lëvoret e portokallit mund të zvogëlojnë probleme të caktuara. Sipas Departamentit të Bujqësisë në SBA, USDA, vetëm një lugë gjethe me lëvore portokalli përmban 14% të pjesës ditore të vitaminës C, që është gati 3 herë më shumë vitaminë C se mund të gjendet te lëngu i frutit. Sipas revistës ndërkombëtare të shëndetit molekular, vitamina C mund të luajë një rol pozitiv në shëndetin kardiovaskular dhe atë të mushkrive.